Në emër të kujt do thoni ju? Hajde ta komentojmë ne këtë. Po e sigurt nuk sillen si qeveri, se po të ishte si qeveri, rreth parë kanë detyrim të sillen dhe të veprojnë dhe të shërbejnë njerëzve. Dhe atyre njerëz të cilët kanë pronën për kacë aty dhe ato burime natyrore që ndodhen në atë zonë, rreth parë i shërbejnë, patjetër ato janë burime publike, por rreth parë u shërbejnë njerëzve që banojnë atë zonë dhe që kanë pronat në atë zonë. Ndërkohë që këta i largojnë gjithë, krijojnë sa investitor strategjik që ne dim gjithë që ndodhet qeveria dhe disa financues të errët pasaj, krijojnë këtë paketën e maleve që sërish ndodhet qeveria dhe financues të errët pasaj dhe largojnë popullatën nga trojt ku kanë qenë aty të pranishëm me breza. Jemi shumë, besoj se këtu janë gjithë qartë se çfarë po ndodh. Thjesht ndoshta nuk kishin qartë timeline-in, pra për sa kohë do ndodhte kjo, dhe kjo po ndodh shumë shpejt, po ndodh në kohën ku ne jemi gjallë, se dikush mund mendonte që dohen 2-3 breza që të ndodhi kjo pjesë. Jo, po ndodh brenda vetëm 2 dekadash. Kjo do ndalur me do e mos. E drejta e pronës është e drejtë sublime që ka qytetari. Çdo qytetar i çdo shteti ku do të ndodhet në botë. Prona është pronë. Nuk mund të pranojmë neve shpronësimet në këtë lloj mënyre. Qartë, në fund të kësaj bisede, zoti Ali Mehmeti, diçka në lidhje me Bashkinë e Tiranës. Çfarë është duke ndodhur në Bashkinë e Tiranës? Dim që mbledhjet e Këshillit Bashkiak po zhvillohen, miratohen ato listat e ndihmave, mbështetjeve e të tjera. Por çfarë ndodh me punët e përditshme të qytetit? Kush e drejton sot Tiranën? A drejton zonja Ristani për shembull, se shumë herë flitet për të deleguar nga partia, nga qeveria, nga ministrit, s'kuptohet mirë. Ju keni të qartë çfarë është duke ndodhur? Po, shumë e drejtë zoti Parruca. Fatkeqësi është që kjo i ndodh Tiranës dhe qytetarëve të Tiranës. Tirana ka nevojë për zgjedhje politike, zgjidhet vetëm në mënyrë politike, nuk ka asnjë metodë tjetër që të zgjidhet. Gjitha këto janë arna. Ju e dini që gjatë diskutimit, po themi aty mikrodiskutimit të buxhetit për vitin 2026, personalisht në emër të grupit Partisë Demokratike, e kam pyetur zonjën Ristani të ulur në atë sedilen që nuk e di ma i takon apo si takon, por e ulur aty, mund të kërkoni regjistrimin sepse është e regjistruar mbledhja, ku e pyes a ka ajo autoritetin për t'i paraqitur Këshillit Bashkiak buxhetin për 415 milionë euro për vitin 2026. Se kjo është kompetencë e saj ligjore. Pra mundet ajo ta bëjë këtë, a quhet legjitime kjo? Përgjigjja e saj është mbreslënse dhe thotë nuk kam autoritetin t'i përgjigjem kësaj pyetje. Pra, t'i përgjigjet pyetje. Nëse s'ke as autoritetin për t'i përgjigjë një pyetje, si ke autoritetin për të menaxhuar 415 milionë euro tona, sepse ne i paguajmë ato përmes taksave. Dhe ky është një vakum i lënë qëllimisht nga Edi Rama. Edi Rama uzurpoi pushtetin vendor përtej gjitha zullumeve që bëri Erion Velia që ndodhe aty ku ndodhe për ato gjëra që ai ka bërë vetë, madje ato gjërat e vërteta akoma s'janë hetuar, incineratori 5D dhe me radhë, është për disa gjëra shumë minore sot duke vuajtur burgimin. Megjithatë, kjo s'do të thotë që neve tash të mbetemi në vend, të shkojmë mbrapa, të bllokohemi se do Edi Rama të uzurpojë pushtetin vendor. Prandaj do të zgjidhje politike kjo pjesë këtu. Dhe ju e dini që ne kemi bërë dhe takime zyrtare me shoqatën e bashkive djathta, si edhe me antarët e Këshillit Bashkiak, zoti Teli dhe zonja Zhulali, me Komisionin Evropian, me Kongresin e Autoriteteve Vendore dhe Rajonale Lokale, ku kemi shpreh pikërisht këtë lloj shqetësimi. Pushteti vendor është uzurpuar. Ju e dini, besoj gjithë ne e dim, se si në verën e kaluar, Edi Rama nxorri deputetët dhe drejtorë qeverisë në territor për të kontrolluar, mbani mend, hapësirat publike. Po ç'pun kanë deputetët me hapësirat publike? Kjo është kompetencë e bashkive. Jo vetëm e Tiranës, po të 61 bashkive. Pra kjo është shumë qartë një uzurpim. Në rastin e Tiranës, duke fut brenda kryetarin e bashkisë, ka pas dhe një boshllok për ta shfrytzuar këtë boshllok në favorin e vet, siç ai e mendonte, duke vendosur aty një personazh të paqartë nga ana legjitime. Pra e firmos dot kjo faturën që ka Tirana nga mbrapa,